Dibra. Me tokë me këngë të lashta, me trima, gjuhë të ëmbël, me histori të thellë. Por Dibra ka edhe plak të vjetra, ndarja. Ndarja që ndodhi jo në zemër, por në letër. Si ndodhi që Dibra e madhe, një nga trevat më shqiptare, mbeti jashtë kufijeve të shtetit të ri shqiptar. Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi 110 vite pas. Në një periudhë ku fuqitë e mëdha vizatonin kufi, kurse popujt thjesht mbanin frymë. Dibra e madhe ishte një qendër e rëndësishme shqiptare. Flitej shqip, ruheshin zakonet, lahuta, dasmat, kuvendet e burrave. Krajina ishte strategjike, lidhte Kosovën me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Në fillim të viteve 1900, Dibranët, qendër kryengritësit më të fortë kundër perandorisë osmane. Asnjë Dibran se imagjinonte se shumë shpejt, jo pushka, por lapsi të huajve, do të vendoste fatin e trepës. Në vitin 1912, shpërthejnë luftrat ballkanike. Serbia, Bullgaria, Greqia e Malizi sulmojnë perandorinë osmane. Qëllimi, zgjerimi territorial. Por çfarë ndodhi me Dibrën? Serbia pushton shumë shpejt Shkupin, Kumanovën dhe zbriti drejt Dibrës. Forcat shqiptare lokale rezistuan, por ishin të pakta dhe të paorganizuara. Në vjeshtën e 1912, Dibra bie nën kontrollin serb. Kush e kontrollonte territorin në fushën e betejës, kishte avantazh në tavolinën diplomatike. Dhe Serbia e dinte mirë këtë. Në 28 nëntor 1912, shpallet pavarësia e Shqipërisë. Por shumë territore shqiptare, përfshirë Dibrën, ishin tashmë nën pushtim. Shqipëria e porsalindur s'kishte ushtri, shtet, as njohje ndërkombëtare. Një komb lindi, por kufit e tij nuk i vendosi ai vetë. Çfarë ndodhi në Londër? Fuqitë e mëdha, Britania, Austro-Hungaria, Rusia, Franca, Italia, Gjermania, u mblodhen për të vendosur kufijtë e Shqipërisë. Ata nuk pyetën popullsinë lokale, nuk përdorën kriterin etnik. Vendimet u morën sipas interesave politike, jo të drejtës historike. Se Serbia kërkonte Dibrën, zonë strategjike që siguronte korridor drejt Maqedonisë. Rajon me rëndësi ushtarake. Një kompensim për humbjet në jug. Rusia mbështeste Serbinë. Rusia kishte interes që Serbia të zgjerohej. Diplomacia ruse ndikoi fuqishëm në vendimet e konferencës. Austro-Hungaria mbronte Shqipërinë, por jo aq sa të shpëtonte Dibrën. Një trujes të largët në një qytet të huaj. Patet e Dibranëve u vulosën nga njerëz që nuk ishin aty, që se kishin parë kur korabin, radikën, pazaret, podat, kjo ishte tragjedia. Konferenca vendosi kufirin verior të Shqipërisë. Dibra e madhe mbeti në anën tjetër. Dibra e vogël u fut brenda. Këto kufi ishin kompromis mes fuqive, jo vendim logjik apo etnik. Në letra, Dibra u nda, por në mendjet e njerëzve, kjo ndarje nuk u pranua kurrë. Pas vitit 1913, familjet u ndan për gjysmë. Tregtia e qytetit u shkatrua. Dibranët lëviznin me vështirësi nga njëra anë e kufirit në tjetrin. Kishte represion ndaj popullsisë shqiptare.
Por njerëzit rezistuan, mbajtën gjuhën, mbajtën këngën, mbajtën kulturën. Ndërtuan rrugë të fshehura për të kaluar kufir. Martesa, tregti, miqësi, vazhduan pavarësisht ndalimeve. Kur një popull nuk dorëzohet, ndarja mbetet vetëm një vijë në hartë. Sot Dibra e Madhe është pjesë e Maqedonisë së Veriut. Shqiptarët vazhdojnë të jenë shumicë në shumë zona. Gjuha, zakonet, traditat vjetuan dekada të tëra. Treva ka marrë shumë ndikime, por identiteti shqiptar nuk është shuar. Ndonjëherë historia të merr atë që është e jote, por nuk mund ta fshijë kush atë që është brenda teje. Serbia e kushtoi gjatë luftrave ballkanike. Shqipëria ishte e dobët dhe pa ushtri në vitin 1912. Kufitu vendosën nga fuqitë e mëdha në konferencën e Londrës 1913. Vendimet u morën mbi interesa gjeopolitike, jo mbi etni. Fuqitë mbështetën Serbinë për arsye strategjike. Dibranët s'kishin zënë në tryezën ndërkombëtare. Dibra u nda në letra, por asnjë lap si huaj, se ndau dot zemrën e saj. Kufiet ndryshojnë, e adorit bien, por kujtesa e një populli, ajo që ndron përgjithmonë. Dibra është histori, Dibra është kujtim, Dibra është gjak, dhe askush, se nxjerr dot nga trojet shqiptare, por ajo jeton brenda çdo shqiptar.